Armando Broja dhe Arlinda Jeti janë të bindur se Shqipëria mund të marrë maksimumin e mundshëm nga sfida e të shtunës kundër Serbisë në transfert në duelin kualifikues të Kupës së Botës. Dy futbollistët kuqezi premtuan impenjim maksimal në mënyrë që Shqipëria të mbajë gjallë ëndrrën e një kualifikimi historik në botror. Na kemi shansa maksimale, dim se është grupi e vështirë, si kemi edhe Anglinë dhe Serbia janë ekip e vështirë, po normalisht si kemi shanse, kanë gjithë ekipet shanse, po na kemi me luftuar deri në fund grupit, edhe kanë ndeshje përpara, është ndeshje si ta shumë rëndësishme, po i ka është ndeshje si na ka dalë përpara dhe jene fokusuar vetëm tek këtë ndeshje dhe inshallah e fiton. Sulmuesi Burnley u ndal edhe tek mungesa e golave me fanelën kuqezi. Për mua më rëndësishëm është për me fitu ndeshjen, për me morë 3 pikë, si kja është rezultati si na duhet. Për mua unë jam, unë normalisht kam qef me bo gola, po për mua ma bukur është për me fitu ndeshje, me ndivu ekipin, me pasima, me topa, edhe me gola në qëse më del rasti, po si shtash, ma rëndësishëm për mua është për marrë 3 pikë dhe me fitu ndeshjen. Ndërsa mbrojtësi me eksperiencë, Arlinda Jeti pranoi se ndeshja me Serbinë do të jetë vështirë si në aspektin futbollistik, ashtu edhe në atë emocional, por skuadra sipas tij do të tregojë profesionalizëm maksimal. Normalisht që emocionet i kemi para çdo ndeshjes. Na mundohem edhe këtë ndeshje me pa vetëm si ndeshje futbollit. Mundohem të jem profesionist në çdo aspekt dhe Ajo është synimi, na do shkojmë për të dhamë maksimumin për të marrë 3 pikë. Ndeshja do jetë e vështirë, si në aspekt futbollit, si dhe emocional, po mundohem të jem profesionista. Shqipëria u fut në ditën e tretë përgatitjeve anti Serbi, ndeshja e cila do të zhvillohet të shtunën në orën 20:45 në Leskovac, në një stadium që nuk do të ketë më shumë se 6500 tifozë të pranishëm.